zonën ku ndodhi aksidenti, shpejtësia e lejuar është 60 në orë, përderisa shkaktari i aksidentit po voziste me shpejtësi gati 90 km në orë. I dyshuari që shkaktoi aksidentin nuk e ka asnjë ditë në paraburgim. Data 1 prill e këtij viti ishte fatale për zona Xhevukaj nga Peja. 26 vjeçarja u godit nga një vetur në fshatin Qysht të Pejës. Për më shumë se një muaj qëndroi në spital në gjendje të rëndë shëndetësore e më pas ndorroi jetë. I dyshuari që shkaktoi aksidentin ishte A.K, zyrtar policor. 2 muaj pas ngjarjes tragjike, familja Xhevukaj me një deklaratë dërguar nacionales kanë shprehur shqetësimin e tyre për mënyrën se si rasti po trajtohet në institucionet e drejtësisë. Shkaktari i aksidentit, pra zyrtari policor, nuk ka qëndruar asnjë ditë në paraburgim. Prej prillit, ai me kërkesë të prokurorisë është në arrest shtëpiak, edhe pas vdekjes së zona Xhevukajt. Nacionale i ka siguruar dhe do t'i publikoj pamjet e aksidentit, të cilat për shkak se janë teje të rënda, do të jenë të mbuluara. Ndiqeni fillimisht momentin e aksidentit. Siç po mundeni me pa në videon e siguruar, zona Xhevukaj po kalonte rrugën në zebra apo në vendkalim të këmbësorëve. Njëra vetur ndalet për t'i dhënë përparësi, e në momentin që ajo niset për ta kaluar rrugën, vetura e drejtuar nga polici e godet me fuqi të madhe duke i shkaktuar lëndime vdekjeprurëse. Në zonën ku ndodhi aksidenti, shpejtësia e lejuar është 60 në orë, përderisa shkaktari i aksidentit po voziste me shpejtësi gati 90 km në orë. Për më shumë se një muaj, zona Xhevukaj qëndroi në gjendje të rëndë në spital e më pas ndorroi jetë dhe nuk u mbijetoi plagëve. Prej atëherë deri më sot, i dyshuari që shkaktoi aksidentin nuk e ka asnjë ditë në paraburgim. Kjo është kërkesa e parë që prokuroria e ka bërë për caktimin e arrestit shtëpiak. Aty thuhet se zona ka pësuar lëndime të rënda dhe se ngjarja ka ndodhur nga pakujdesia. Gjykata e aprovoi kërkesën dhe polici A.K u dërgua në arrest shtëpiak. Vendimi i gjykatës themelore në Pejë është ky. E me këtë dokument tjetër, gjykata themelore në Pejë aprovoi sërish në fund të prillit kërkesën që të dyshuarit të vazhdohet arresti shtëpiak. Pra, nuk u kërkua ndryshimi masës. Gjykata themelore në Pejë e aprovoi kërkesën dhe të dyshuarit ja vazhdoi këtë masë. Situata nuk ndryshoi as pas vdekjes së zonës. I dyshuari nuk e mbajti asnjë ditë në paraburgim dhe po vazhdon qëndrimin në arrest shtëpiak. E ky dokument është ekspertiza që është hartuar për shkaktimin e aksidentit. Aty, eksperti konstaton se shoferi nuk i ka respektuar shenjat, të cilat kanë treguar se aty ka vendkalim për këmbësor. Eksperti konstaton se viktima ka qenë në vendkalim. Shpejtësia e lejuar në atë zonë ka qenë 60 km dhe shoferi ka qenë duke drejtuar veturën me shpejtësi 90 km në orë. Sipas raportit, vetura ka qenë saktësisht 89.31 km në orë dhe në rrugë nuk ka pasur asnjë shenjë të frenimit. E në bazë të ekspertizës së ekspertit, nëse vetura do të ishte 60 km në orë, siç ishte në tabelat dhe në shenjat e rrugës, atëherë shoferi do të mund ta shmangte aksidentin. E ky dokumenti tjetër është i fundit edhe është aktakuza që e ka ngrit prokuroria themelore në Pejë me datën 11 qershor. Vepra penale është rrezikim i trafikut publik. Aty përshkruhet komplet ngjarja dhe në arsyetim theksohet se i akuzuari e ka goditur zona Xhevukaj nga pakujdesia. I akuzuari, pra polici me inicialet A.K e ka planuar fajsin dhe kjo përmendet si rrethon lehtësuese nga prokuroria, përderisa rrethona rënduese sipas prokurorisë nuk ka. Në akt akuzë paraqitet edhe deklarata e të akuzuarit, i cili shpreh keqardhje për ngjarjen, duke shtuar se çdo ditë ka kaluar nëpër atë rrugë dhe një gjë e tillë nuk i kishte ndodhur kurrë dhe se asnjëherë nuk ka pasur problem me ligjin. Ky trajtim nga institucionet e drejtësisë ka shqetësuar familjen e së ndjerës. Në një deklaratë të dërguar për Nacionalen, ata kanë shprehur zhgënjim për mënyrën se si rasti është trajtuar deri më tash. Si familje viktimes jemi thellësisht të zhgënjur nga kjo qasje. Arresti shtëpiak për një rast me pasojë vdekje është i papranueshëm. Po aq shqetësuese është edhe aktakuza e ngritur e cila nuk pasqyron seriozitetin e rastit dhe nuk përfshin asnjën nga rrethanat rënduese. Zona u godit në vijat e bardha nga një zyrtar policor me shpejtësi të tejkaluar dhe pa asnjë frenim, siç vërteton ekspertiza.
Një vetur tjetër kishte ndaluar për t'i dhënë përparësi, që tregon se zona ishte e dukshme dhe me përparësi të plotë. Mospërfshirja e këtyre fakteve në akt akuzë e bën trajtimin institucional edhe më shqetësues. Jemi të bindur se nëse ky rast nuk do të përfshinte një zyrtar të policisë, drejtësia do të kishte vepruar ndryshe. Në anën tjetër, prokuroria themelore në Pej është përgjigjur ndaj kritikave të familjes. Brenda afatit optimal janë siguruar pothuajse të gjitha provat relevante të kësaj çështje penale. Gjithashtu, nga prokurori i shtetit janë dhënë autorizime të ndryshme, të cilat pasi janë siguruar do të shërbejnë në këtë procedurë penale. Derisa kjo vepër penale nga i pandehuri është kryer nga pakujdesia, brenda afatit ligjor, prokurori i shtetit ka parashtruar kërkesë për caktimin e masës së arrestit shtëpiak, masë e cila ende është në fuqi deri me datë 1 korrekt të këtij viti. I pandehuri A.K. ka pranuar fajësim para prokurorit të shtetit, kurse përveç kërkesës nga prokurori i shtetit që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit për veprën penale e cila i vihet në barë, ka propozuar të shqiptohet edhe dënimi plotësues marrja e lejes së vozitjes. Bazuar në kualifikimin e veprës penale sipas kodit të penal të Kosovës, dënimi për rastet ku ka aksidente me të vdekur, të cilat shkaktohen nga pakujdesia sipas kualifikimit të prokurorisë, dënimi është prej 1 deri në 8 vjet. Procesi gjyqësor për këtë rast fillon së shpejti dhe pasi i dyshuari e ka pranuar fajësinë, vendimi gjithashtu pritet të jepet së shpejti.